Nderuar na tregon pak për procesin zgjedhor sa gjatë komunës së Klinës, sa keni informata ju, sa është dalja e qytetarëve mirë, po edhe si është duke shku, ka ndonjë incident deri në këto momente që po flasim. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje për gjithë qytetarët të komunës së Klinës. Sot unë së bashku me bashkëshortin dhe familjen e shfrytzuam drejtën tonë për të votuar. Unë mendoj se procesi sot ka filluar mirë. Ka një mbrojtje të mirë, numri i daljes së qytetarëve në kutia e votimit është variant nga minutë në minutë, por ajo që është për të mirë është se deri me tani nuk kemi asnjë incident apo në ekces të mundshëm në komunën e Klinës. Uroj dhe shpresoj që të shkojë kjo mbrojtje deri në fund procesit, për arsye se gjithë qytetarët kanë nevojë për zgjedhje të lira, fair edhe demokratike. Pastaj është verdikti i popullit, kështu që neve do të nënshtrohemi vullnetit të tyre. Faleminderit. Faleminderit juve. A përret rezultatet të mira, çfarë mesazh di për ata që s'kan dalë me votu? Rezultatet më të mira i pres dalin sa më masive të qytetarëve. Kjo është më e rëndësishme për procesin. Pastaj tjerët, pas orës 7 mbrëmje, i presim rezultatet edhe shohim pastaj për verdiktin e qytetarëve.